Amerika godasin Venezuelën. Pretendime për kapjen e Maduros dhe për shkallëzim i rrezikshëm rajonal. Shtetet e Bashkuara raportohen se kanë kryer një seri goditjesh ushtarake ndaj Venezuelës, ndërsa ish presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se presidenti venezuelian Nicolas Maduro dhe bashkëshortja e tij janë kapur dhe nxjerr jashtë vendit në orët e para të së shtunës. Sipas këtyre deklarimeve, në Caracas dhe zonat e tjera janë raportuar shpërthime, duke konfirmuar një operacion të përmasave të mëdha. Sipas burimeve të cituara nga SBSNS, operacioni për kapjen e Maduros së shkryer nga Delta Force, një njësi elitare e forcave speciale amerikane. Zyrtar të paidentifikuar kanë thënë se goditjet kinetike kishin për qëllim mbrojtjen e forcave që po zbatonin një urdhër arresti amerikan. Prani ushtarake dhe veprime paraprake. Operacioni vjen pas muajsh grumbullimi forcash amerikane në rajon, përfshirë dislokimin e aeroplanmbajtëses USS Gerald R. Ford dhe anijeve të tjera luftarake në Karaibe. Javët e fundit, Amerika raportohet se ka sekuestruar 2 cisterna nafte pranë Venezuelës dhe ka kryer goditje ndaj mbi 30 anijeve që administrata amerikane pretendon se transportonin drogë. Po ashtu janë goditur zona portuale që sipas Trump përdoren për ngarkimin e mjeteve të trafikut të drogës. Akuzat dhe dosja penale. Administrata amerikane ka akuzuar prej vitesh Maduron për trafik droge dhe bashkëpunim me grupe kriminale të shpallura terroriste, akuzat që Caracasi mohon. Në mars 2020, një gjykatë amerikane ngriti akt akuzë ndaj Maduros dhe zyrtarëve të tjerë për narcoterrorizëm, duke pretenduar bashkëpunim me forcat e armatosura revolucionare të Kolumbisë. FARC për trafik kokaine dhe armësh drejt Amerikës. Verën e kaluar, shpërblimi për informacion që çon në kapjen e Maduros u dyfishua në $50 milion. Prokurorët federale kanë përmendur gjithashtu një rrjet të quajtur Cartel de los Soles, të cilin administrata amerikane e ka shpallur organizatë terroriste. Disa ekspert, megjithatë e kontestojnë këtë përshkrim, duke argumentuar se bëhet fjalë për një rrjet të lirë zyrtarësh të korruptuar, jo për një strukturë të centralizuar. Reagime politike në Washington. Në Washington, senatori republikan Mike Lee deklaroi se sekretari i shtetit Marco Rubio i kishte thënë se nuk pritet veprim i mëtejshëm në Venezuelë tani që Maduro është, sipas tij, në kujdestarinë amerikane për të përballur me akuza penale në Amerikë. Çfarë dihet dhe çfarë mbetet e paqartë? Deri në këtë fazë, pretendimet për kapjen dhe nxjerrjen e Maduros jashtë Venezuelës bazohen kryesisht në deklarime politike dhe burime mediatike amerikane. Konfirmime të pavarura nga autoritetet venezueliane ose organizata ndërkombëtare nuk janë publikuar. Nëse konfirmohet, ky do të ishte një precedent i jashtëzakonshëm në të drejtën ndërkombëtare dhe do të sillte pasoja të mëdha gjeopolitike në Amerikën Latine dhe përtej saj. Ndërkohë, rreziku i përshkallëzimit mbetet i lartë. Një operacion i tillë, i kombinuar me goditje ushtarake dhe prani të shtuar detare, rrit tensionet dhe hap një kapitull të ri në përplasjen shumëvjeçare Amerika-Venezuela, me pasoja të paparashikueshme për stabilitetin rajonal dhe për popullin venezuelian.